teksa udhtonte nga Trieste drejt bregut të Durrësit me vaporin bryn dhe kundronte në kuvert horizontin, atë 20 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali duhet të ketë kaluar në përmendje si në një film gjithë jetën e vet. Ashtu si që kishe jetuar, ky ishte nga të rrallët çaste kur I mundsoi të meditonte për një kohë të gjatë, por atë ditë kishte më shumë arsye për ta bërë këtë. I shoqëruar nga Luiq Gurakuqi dhe dy djemtë e vet, Mehmeti dhe Qazimi, Ismail Qemali po merrte vendimin më të rëndësishëm në jetë, për vete dhe për Shqipërinë. Do shpallte pavarësinë në vendit ku ishte lindur dhe rritur. Do ta shpallte më vete nga perandoria osmane, do nglinte flamuri që flinte 500 vjet I palosur në sirtar që nga koha e Skënderbeut. Do ngrinte shtetin e parë të kombit të lashtë shqiptar dhe mjaftonte këto të kryera në një veprim të vetëm për të futur në histori. Por maturia, vizioni, guximi dhe patriotizmi shqiptar që I vlonte në deje ishin cilësi për të cilat Ismail Bej Vlora nuk I kishte përsynuar për të bërë histori. Rregulli I historisë është që një pjesë e njerëzve I therret vetë ajo. Dhe nga ky moment e më pas ishte historia që do të vinte pas Ismail Qemalit. Jeta e Ismail Qemal kishte kaluar të gjitha të mundshmet që mund të kalojë njeriu në nivele të larta hierarkike. Një jetë me ngritje e ulje, me lavdi e shpërblime, me tituj, detyra e grada të varura në gjoks, e deri te syrgjyne, dënime vdekje e deri tentativa për ta vrarë. Dhe në fund, një vdekje plot mister dhe të pasbardhur, edhe pse kanë kaluar kaq shumë dekada. Por fati dhe Zoti e deshi që pikërisht në atë moment fatlum të Shqipërisë, ta sillte Ismail Beun si një dhuratë nga qielli për t'i dhënë jetë shtetit të parë shqiptar. Për 40 vjet I kishte shërbyer perandorisë otomane me një aradhë detyrash e ofiqesh, ndërsa tani kur po I afroi të 70-tave, do të niset të shërbente Shqipërisë si shtetari I parë I saj. Ismail Beu duhet të ketë kujtuar gjithçka të rëndësishme që ka kaluar në jetë, që nga koha më e hershme që mante mend, e deri në ato çaste kur po digje nga dëshira për të ngritur lart flamurin e kuq me shqiponjën me dy koka. Në kujtimet e tij ai shkruan: Veziri I madh Qamil Pasha nguli këmbë të qëndroja për krah tij dhe më ofroi portofol në qeveri, si ministër I brendshëm I perandorisë osmane. Në rrethana të tjera do ta kisha pranuar këtë detyrë të nderuar me kënaqësi, por tani një detyrë më e lartë më shtrëngonte ta hidhja poshtë. Nuk e kisha më vendin aty. E kisha tek atë dheu im, të cilit ja kisha borxh të shërbeja deri në fund. Që me datën e lindjes nisin andradhat e historisë me këtë figurë. Në të gjitha tekstet e historisë gjatë 50 viteve të komunizmit është shkruar se Ismail Qemali lindi në 1844, pa përmendur ditën dhe muajin. Ai ishte e vështirë të gjente saktë data apo kishin të bënin me diçka të fshehtë. Kjo është enciklopedia e vitit 1980 ku shkruhet: Qemali Ismail, 1844-1919. Pa datë e muaj janë të gjitha tekstet shkollore të historisë. Nuk kërkon shumë vëmendje për të vënë re një hile komuniste më së të zakonshme për kohën. Historiani turk Necip Alpan në librin e tij Shqiptarët në perandorinë osmane për Ismail Qemal Bejn shkruan: Ka lindur më 16/10/1846. Pra në 16 tetorin e famshëm shqiptar, për gjysmë shekulli, nuk mund të festojnë në të njëjtën ditë edhe ditëlindja e Enver Hoxhës edhe Ismail Qemalit. Zgjidhja ishte gjetur. Për ditëlindjen e Enver Hoxhës do tundeshin malet nga festa. Për Ismail Qemalin do të bëhej sikur nuk dihej data e saktë. Ditëlindja e tij asnjëherë nuk u festua. Në dritë kanë dalë kujtimet e tij ku është shkruar edhe ditëlindja në janar të vitit 1848, por derisa nuk janë shkruara nga ai vet, jemi në dilemën e pyetjes se kë duhet besojmë. Në atë të Necip Alpan, që I referohet arkivave të perandorisë osmane, apo Somerville Story, që shkruan si të ishte Ismail Qemali kujtimet me dorën e tij. Absolutisht, është për të pasur në konsiderat edhe në alfa. Për të pasur në konsiderat. Por kjo duhet verifikuar për arsye sepse edhe biografi I tij Kolit Zozia në librin e tij për Ismail Qemalin, gjithnjë mbetet për datën e janarit, ndërsa zonja Hoxha, Teuta Hoxha, e cila është një historiane profesioniste, në kuptim me arkivën shumë e kujdesshme,
nuk i mëshon. Fakti që nuk i mëshon kësaj date, të lë të mendosh që është mirë të zhbirohet. Sepse gjithnjë politikanë të fuqishëm, të paktën diktatorët, nuk duan të bëjnë hije person tjetër, dhe të jetë shmangur, të ketë qenë 16 tetori, dhe ata të kenë zyrtarisht pra të ketë qenë kjo, dhe politika zyrtare të ketë shmangur këtë për mos e lënduar, dhe të ketë mbetur të dhëna të tjerëve të vetë burimeve perëndimore në një farë mënyre. 16 tetor? Është e vërtet kohët e fundit për dalin në dritë fakte dhe dokumentat të reja, të cilën hedhin dritë dhe me disa manipulime që mendojmë mund të jenë bërë historisë, apo datave të cilat korespondonin me datat tjera që në atë kohë dhe atë periudhë quheshin të rëndësishme nga pikpamja historike, dhe për këtë arsye i ngelet studimeve të mëtejshme dhe gjetjeve fakteve të tjera për të rregulluar këto probleme që ka patur historia për manipulimin jo vetëm të ditëlindjes apo të veprimtarisë së Ismail Qemalit, por dhe të jetës së tij familjare apo të mëtejshme të fëmijëve, të djemëve, të vajzave të Ismail Qemalit. Në fakt është pak e çuditshme sepse neve jemi familjarët, edhe që mos ta dim dhe ne të saktë, domethënë është pak po siç kanë rrjedhur gjërat që figura e tij ka pasur shumë peripecira, si në anën të dokumentave, si në anët e tjera, dhe nuk po kemi akoma dhe neve vetë një informacion të saktë, domethënë që është vërtet ne si fjalë kemi ditur në janar faktikisht, e dim në janar, por në një dokument në dorë dhe nuk kemi pasur, tamam. Por në qoftë se ky është një dokument serioz, që juve jeni të bindur që ai është një person serioz, një dokument serioz, atëherë pse mos jetë, nuk është kundra. Andrada tjetër tipike komuniste kishte të bënte me emrin e themeluesit të shtetit shqiptar. Nuk ka një rast të dytë në historinë e Shqipërisë që t'i ndroje emri. Babai dhe themeluesi i kombit quhej Ismail Qemal Bej Vlora, ndërkohë edhe sot shqiptarët vazhdojnë ta quajnë thjesht Ismail Qemali. Ndryshimi në fakt ka nisur që në kohën e mbretërimit të Amezogut, dhe ky ishte nga të rrallët gjëra që komunistët i apëlqenin mbretit. E ndërsa në vitet 30 ai quhej pa ndonjë arsye Ismail Qemal, komunistët gjetën arsyen për ta zhdukur fare mbi emrin Vlora. Kështu, pas vitit 1944, historiografët komunistë e zyrtarizuan zvendësimin e mbiemrit Vlora me titlin turk Qemal, që Ismaili e përdorte prej kohës hierarki e perandorisë osmane. Ky është teksti i parë i historisë zyrtare të Shqipërisë. Autorët e tij janë Alex Buda, Kristof Rashri, Stefan Aqpollo, Jusuf Alibali dhe Ndreçi Plasari. Në asnjë rast nuk përmendet Ismail Qemal Bej Vlora, por vetëm Ismail Qemali. Për ironi, duke e justifikuar me famin që kishte marrë tashmë emri i tij, në shumë raste në tekst shkruhet Qemali. Nuk dihet ideatori dhe ai që i ndroi emrin plakut të Vlorës. Natyrisht, ky ndryshim nuk ndodhi në ndonjë zyrë të gjendjes civile. Thjesht komunizmit nuk i shkonte për shtat as titulli bej e as fama e familjes Vlora. Një familje me identitet të qartë shqiptar, të sërës më të lartë të bejlerëve, por që komunistët për 50 vjet i përndoqën të gjithë pasardhësit e tij që i quanin themeluesi i shtetit shqiptar. Gjithë dokumentet po thoshte, ai vetë njeh Ismail Qemal. Qemal është një emër i sajuar, Ismail ka emrin e gjyshit ka. Qemali është i sajuar. Që nga është një emër i preferuar nga njerëzit nga klasa politike osmane, dhe Ismail Qemal është i sajuar, pra nuk është as emër. Nuk është as mirë. Po Ismail Qemal është Ismaili, po e quajmë i mirë, tërheqës, joshës, i veçantë. Kjo është. Dhe ai e pëlqente këtë. E pëlqente këtë dhe gjithkund ka lënë gjurmët Ismail Qemal. Edhe firma në proklamatë. Pavarësi më para, më pas Ismail Qemal. Domethënë nuk ishte bërë ndonjë sakrilegj në kuptimin dokumentar, nuk ishte bërë sakrilegj që populli ynë i thot Ismail Qemal, për arsye sepse komunizmi nuk ishte kaq fortë se ta ngullit të këtë. Ai erdhi që në fillim, erdhi për kësa viteve 10, 13, 20, 30, pra erdhi si traditë, u mbar si traditë kjo Ismail Qemal. Dhe asgjë të keq që ka, ti thuash ashtu siç dëshironte edhe Ismail Qemal. Pse nuk e donte ai Vlora, ta theksonte Vlora? Sepse ishte syra e Bej Vlora. Ishte pjesa tjetër e familjes, e cila ishte rivale e tij. Jo aq e dashur për popullin, për mua. Jo aq e dashur për popullin. Sepse ky ishte Ismail Bej Vlora. Ka identitetin e tij, por brenda shtëpisë ka pasur luftë. Dhe unë them se Ismail Qemal Vlora edhe vetë me dëshirë të tij, jo për të distancuar nga rrënjët e veta. Po duke qenë se kishte krijuar një figurë të vetë dhe nga ana tjetër mbante një raport të caktuar me Vlorë, them se kjo i ka pëlqyer kjo lojë. Sa keni vuajtur mbi emrin Vlora që nuk e kishit më? Kjo për mua, domethënë unë si mund të them, kjo ka qenë
shoqërusja e jetës time që e vogël, sepse unë e kam ndjerë gjithmonë që babai im kishte një problem jashtëzakonisht të madh. Gjithmonë prezantohej Ismail Vlora se ashtu e kishte, biles babai im ka trashëguar emrin e gjyshit. Ismail. Dhe i ka me 2 emra, siç e ka vet Ismail Qemal Vlora, edhe babi im e ka Ismail Qemal. Ismail Qemal, domethënë ka emrin e tij siç e ka pasur Vlora. Dhe kur prezantohej domethënë unë jam Ismail Vlora sepse të ndrohet mbiemri dhe një mbiemër që është vërtet jo vetëm për të krenuar, por është vërtet domethënë një absurditet që të bëjë një gjë e tillë. Të ndrohet brenda një dite, të shkosh ta gjesh të ndryshuar. Mendo tani se çfarë goditje ka marr babai im dhe unë atë nuk e di se si o ta vëj në vend. Megjithatë para se të vdiste ai Erimori, jetoi shumë vjet. Domethënë 46-ën është ndruar mbiemri. 46. Kur babai im ka qenë 25 vjeç. Ata që kanë mbështetur këtë tezë janë mbajtur diku. Mjeshtërisht kanë shfrytzuar që ati i kombit dhe veten e quante Ismail Qemal dhe vet firmoste poshtë. Për këta bejlerët e sotshëm, do me thënë të fundit të shekullit kaluar, juve keni atë inatin kundër kësaj klase. Edhe çfarë bëni, i hiqni titull. Këteja Ismail Beut ja bën edhe më keq, i hoqën edhe emrin. Të tërë njerëzit, edhe babai me quanin Ali Qemal. Emri parë thërritësh, emri dytë i thoshin emri kërthizës. Kur i bën një bukvalen, i vjen edhe një emër të dytë. Të tërë, edhe Qirem Beu ka 2 emra. Disa njerëz më kanë thënë, po Ismail Beu nuk ka nënshkruar gjithmonë Vlorën. Në perandorinë otomane nuk ka patur, nuk ishte zakon të përdorësh emrat, mbi emra që thoshim neve, emri familje. Për këtë ai ka nënshkruar shumë herë Ismail Qemal. Po kjo nuk do me thënë që ai nuk është nga familja e Vlorës. Por se për historiografinë komuniste asnjëherë nuk është dhënë shpjegimi shkencor. Por për të fshirë nga kjo histori familjen Vlora, paraardhësit dhe pasardhësit e tij, firma Ismail Qemal ishte më shumë se një dhuratë apo si një pulë e pjekur e servisur në tabaka Argjendi. Dëmi u bë. Për 50 vjet, mbiemri Vlora nuk kishte lidhje me Ismailin që themeloi shtetin. Në të njëjtën kohë, ironikisht, mbiemri Qemali nuk ekzistonte në asnjë regjistër të gjendjes civile. Rrjedhimisht, njeriu që ngriti flamurin dhe shpalli pavarësinë nuk mund t'i bënte hije kultit të Enver Hoxhës. Ismail Qemali ishte një i vetëm, pas një lidhje, pas një famë e vlerësim paraardhës dhe pasardhës. Më mirë e bukur se kaq nuk manipulohet historia. Darling Vlora, stërnipi Ismail Bey Vlorës, i ka kërkuar zyrtarisht Akademisën të Shkencave që në Enciklopedinë Zyrtare emri themeluesit të shtetit shqiptar të gjendet me shkronjë V, pra Vlora, dhe jo me shkronjë Q si dikur Qemali. Kërkesa u mor parasysh dhe për herë të parë nga dalja nga shtypi i kësaj enciklopedie, edhe zyrtarisht njeriu që shpalli pavarësinë quhet Ismail Bey Vlora. Megjithatë, dëmi është bërë dhe është më vështirë ta korrigjosh atë në mendjen e njerëzve. I madh e i vogël, pleqët të rinj sot thonë se ai që themeloi shtetin shqiptar quhet Ismail Qemali. Dhe është vërtet shumë serioze që duhet vërtet të merret. Unë kam problem, duhet bërë një gjë shumë serioze për punën e emrit të tij. Nuk mund të quhet Ismail Qemali. Vërtet mund të jetë emër siç mund ta themi kështu ka emër arti, siç quhen disa, domethënë vetëm kështu mund ta quash. Po është turp, domethënë një figurë kaq e madhe. Të mos i thuhet mbiemri, mos ta dinë njerëzit. Edhe unë kam vetë këtë problem, më kanë thënë kush është Ismail Vlora. Për koincidencë, Ismail Qemal Bey Vlora ka lindur pikërisht në një vend kur pas 70 vjetësh do të shpallte pavarësinë. Pikërisht në këtë vend, ku ngrihet kjo shtizë me flamurin kombëtar shqiptar, në 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemal Bey Vlora e ngriti në balkonin e katit dytë të Haremllëkut, që ishte pjesë e sarajeve të familjes Vlora. Është ky vendi ku Ismail Qemali ka ngritur flamurin. Pikërisht në këtë obelisk, në majtë të cilës ndodhet kjo shtizë dhe flamuri kombëtar i Shqipërisë. Këtu, në këtë planimetri, ne kemi të vizatuar pikërisht sarajet Vlora. Është pjesa më e madhe e paraqitur në hartë si një skicë. Pikërisht në këtë vend këtu, ne kemi të shënuar vendin, katin e dytë, pjesën që quhet kati i dytë i Haremllëkut, ku Ismail Qemal Bey Vlora ngriti flamurin dhe proklamoi pavarësinë e Shqipërisë. Kjo është planimetria e sarajeve të Vlorave, e siguruar në kadastrin e shtetit italian. Ajo është regjistruar në vitin 1860. Kjo këtu është Selam Llaku. Ky këtu
është haremllaku. Ishin dy godina të mëdha të ndara, në godin në haremllak kush rrinte? Harem rrinte nena, gjyshja, të tërë gratë. Dhe gratë e fisit. Dërsa te selamllaku rrinin burra. Ishin burra. Por duhet të kalonte një shekull që për herë të parë publikut shqiptar t'i serviri një fotografi e Sarajeve. E siguruar në arkivet e Stambollit, kjo është pamje fotografuar në vitin 1900 në Vlorë. Nuk dihet autori i fotografisë, por duket qartë që ai ka qenë profesionist. Kjo këtu është godina ku Ismail Qemal Bej Vlora lindi dhe në 28 nëntor 1912 ngriti flamurin. Një foto bardhë e zi pas xhamit në stendat e Muzeut të Vlorës, për çudi nuk është përdorur asnjëherë nga historianët. Me sipërfaqe me 40.000 metra katror, ato ndërtuar nga dy vëllezërit Ismail Bej Vlora dhe Beqir Bej Vlora. Nga Ismail Bej Vlora rrjedh edhe dega Ismail Qemalit, i cili është nipi i tij, pra djali i djalit. E gjithë ajo që njihet si Sarajet ose konaku i Vlorajve ishte rrethuar me mure 8 metra të lartë dhe kishte 2 porta. E gjithë sipërfaqja përbëhet nga 2 godina të mëdha, haremin, banesën e grave dhe selamllakun, banesën e burrave. Madhështoret papërsëritshme, ato dallonin që brenda tyre nuk rriteshin thjesht bejler, por ata që do bënin Shqipërinë. Ky është muri rrethues i Sarajeve, ky është oborri dhe kjo është e tërë sipërfaqja e Sarajeve. Pamja është vërtet për kartolinë dhe ne provuam pas 112 vitesh të gjejmë vendin ku autori anonim shkrepi aparatin. Pas shumë orë kërkimesh e gjejmë, jemi lart në Kuzum Baba dhe vendi është ky. Ja, kjo është pjesë e Vlorës në vitin 1900 dhe ja, kjo është pjesë e Vlorës në 2012. Ja Sarajet e Vlorave, kjo këtu është selamllaku, ky këtu është haremllaku, ky është muri rrethues. Dhe ja sot çfarë ka mbetur prej tyre. Në morinë e krimeve real ndaj familjes Vlora, prishja e Sarajeve është nga më të rëndët. Ishte një vulë e thatë dhe një lajmërim që kjo familje dhe mbiemri Vlora jo thjesht nuk do të përmendej, por nuk do zihej fare me gojë. Jo thjesht se aty u përkund njeriu që themeloi shtetin shqiptar, jo thjesht se aty u përkund dhe u rritën nga figurat më të rëndësishme të historisë sonë, por se pikërisht aty u ngrit flamuri që simbolizoi shpalljen e pavarësisë. Po përse dhe kush i prishi Sarajet? Cila ishte arsyeja e këtij shkatërrimi? A ishte shkatërrimi natyral apo një vesje ne shqiptarët, edhe pse kemi shumë histori, dëshirojmë ta prishim historinë, ndryshe nga shumë kombe të tjerë që edhe kur nuk kanë histori, dëshirojnë ta ndërtojnë atë. Ja 3 versionet që i japin përgjigje kësaj pyetje. I pari është ai një tërmeti që ndodhi në Vlorë dhe i shkatroi plotësisht Sarajet. Në fakt tërmeti në dhjetor të vitit 1929 dhe në janar të vitit 1930, me epiqendër në Vlorë, shënohet si nga më të fuqishmit në historinë e tërmeteve në Shqipëri. Sipas të dhënave të kohës, ai shkaktoi 30 të vdekur dhe afro 100 plagosur, dhe po ky tërmet shkatroi gjithçka nga Sarajet. Por versioni i dytë përmban një emër të përveçëm si autori i kësaj prishje. Ago Agajn, një studius nga Vlora që ka botuar librin Lufta e Vlorës, autori dhe urdhëruesi i prishjeve të Sarajeve të Vlorave është kryetari i Bashkisë së Vlorës Qazim Kokoshi. Ago Agajn në librin e tij shkruan: Sarajet e Vlorajve u prishën nga Qazim Kokoshi pasi kishte një urrëtie për bejlerët e familjes Vlora, përjashtoi vetëm Ismail Qemalin. Por sa e besueshme është kjo, kur ky kryetar bashkie ishte njëkohësisht edhe një nga frymëtarët e aktit pavarësisë? A mundet që frymëtari të shkatronte vendin ku ngrit flamuri dhe që ai hodhi atë firmë? A janë të justifikuara 6 muaj burg që Kokoshi bëri pas instalimit të komunizmit i akuzuar për prishjen e godinës ku ngrit flamuri? Të gjitha këto janë pyetje që ende nuk kanë një përgjigje. Përgjigja mund të jepet pasi dëgjon një variant më të besueshëm, i cili vjen nga një personazh i rrallë. Quhet Hëna Këlsyra, e bia e Ali Këlsyrës, një afërme e familjes Vlora. Vajzë e tezës e qenve Vlorës, ajo kujton se në shtëpinë e tyre në Vjen flitej shumë për historinë e Sarajeve të Vlorajve. Familja Vlora ka patur pozita shumë të larta, edhe kishin larguar nga Vlora. Edhe kur nuk jeton në atë shtëpi, shtëpia bie pak. Kur u kthyen këta, duheshin bërë merremetime gjera, por njëkohësisht ishte edhe puna që
familja ishte zmadhuar, zgjeruar kaq shumë, që një bashkëjetesë me të tërë pjesëtarët ishte pamundur. Për këtë filluan bisedat për të ndarë. Ndarja nuk mori gjithmonë forma të pëlqyeshme, në një ndeshje të kushërinjve, në një formë jo shumë të pëlqyeshme. Ekrembeu që ishte duke biseduar me kushëririn e tij Nureddin Bej Vlorën, kur dëgjuan atë gjurumtin shamatar kështu, u ngritën edhe morën këtë vendim të keq. I thanë, juve do ta prish, po i prish një shtëpinë kështu me këto sjelljet, me përndarje kështu, po i prish unë. Edhe mori ca ustallar, edhe ka prishur vetë. Po, me Nureddin Bej. Edhe këtë jam 100% sigur, pse mamaja, kur flisim për situatën në Shqipëri të grave tyre, të fëmijëve të kështu, mamaja tha që Xhaxha Ikremi një herë, që më kishte bërë shumë përshtypje, prunet slëk, i tha në familje, se të prishi njeriu vetë me dorën e tij shtëpinë me ustallar. Ajo që Kazim Koshkoshi ka qenë kundër bejlerëve të Vlorës, po mund që pasaj ato rënojat të ketë në urdhër që ta bëj lulishte. Nuk është çudi që t'jetë e vërtet. Nuk mund të them jo, sepse edhe mundet. Domethënë dhe unë vetë mund më kanë shkuar në mendje gjëra të tilla. Prishja njihet i është ngarkuar nga vronjat, jo më nga historikët e Kazim Kokoshi. Prishja Sarajeve të Vlorës dhe pikërisht pjesës dhe të godinës ku u vendos hyn në traditën tonë. Ne s'kemi fotografi të 28 nëntorit të 12-ës. Luajmë me një fotografi të 20 nëntorit të 1913-ës. Kemi një shekull të tërë që gënjejmë njëri tjetër, opinionin publik, duke paraqitur. Ismail Qemali ngre flamurin 29. Ajo është fotografia e 28 nëntorit 1913. Pasaj mungese flamurit, mungese deklaratë. Sarajat është e njëjta logjik. Mungese minimale e respektit ndaj historisë që kemi. Është mënyra se si sillen në historisë. Nuk shikoj ndonjë komplot të madh. Po ai ishte arsye e madhe kjo që Ekrem Bej Vlora prishi Sarajët, që duhet thënë se herë banoheshin e herë jo. Herë rekonstruktoheshin e herë liheshin në mëshirën e fatit. Interesi ynë për historinë e këtyre Sarajeve është se ato u bën Saraj më të rëndësishme në Shqipëri, se aty u ngrit flamuri. Cili do të jetë versioni i parë, i dytë apo i tretë, një gjë është e saktë. Shkatrimi i tyre solli vërtet mallkimin e përjet në të gjallë të gjithçka që kishte të bënte me pasardhësit e Ismail Qemalit dhe gjithkënd që kishte mbiemrin Vlora. Dhe në fakt, përveç lavdisë së ngritjes flamurit nga Ismail Beu, gjithçka tjetër këtë familje e ndoqi mallkimi. Ajo që vetë Ismail Qemali e quan kujtimi më i hershëm i jetës që ai mban mend, është përkundja në Djep, një traditë shqiptare e hershme që Ekrem Bej Vlora në kujtimet e tij e krahason atë mbështjellje me 10 rripa leckash e të lidhur në Djep me mumjet e lashta të Egjiptit. Por Ismail Qemali lidhje më të rëndësishme e bën me mjedisin ku ishte vendosur Djepi, një lidhje që do ta ndiqte fati për tërë jetën. Ismail Qemali kujton: Lampa që ndriçonte Djepin tim ishte ngulur si për një statuje të Napoleonit të Madh. Pothuaj të para të lodra të mia të qenë disa vizatime që paraqitnin bëmat e mëdha të Napoleonit. Dhe para pyetje fëminore që i kam bërë Timeti, ka qenë domethënia atij globi që perandori i madh mbante mbi krye. Natyrisht Ismail Qemal Bej Vlora nuk e lidhte veten me fushën e betejës me Napoleonin e Madh, por në aspektin e nuhatjes politike, të zgjuarësisë që dallohen në situata të vështira. Kemi shumë ngjashmëri mes këtyre figurave. Ja një krahasim ku frymëzimi i Ismail Beut për Bonapartin nuk ka mbetur thjesht në mendje. Napoleon Bonaparte thoshte: Më shumë i kam frikë një gazete sesa 1000 bajonetave. Ismail Qemal Bej Vlora thoshte: Më jepni një gazetë të shpërndaj farën e pavarësisë së Shqipërisë. Ismail Qemali gjithmonë ka adhuruar iluminizmin evropian. Por të figura e Napoleon Bonaparte shikonte të gërshetuar mençurinë, diplomacinë dhe elementin ushtarak, dhe në këtë aspekt ai ka shkruar edhe një artikull për Napoleon Bonaparte. Por artikulli bën fjalë për marrëdhëniet e Napoleon Bonapartit me shqiptarët. Ndofta, me sa di unë, edhe në 2 vizitat që Ismail Qemali bëri në të arbreshët e Italisë, e përmend përsëri Napoleon Bonapartin dhe Garibaldin si 2 figura të mëdha
të cilat kanë ndikuar në shërimin kombëtar të Shqipërisë. Çfarë kishte te Ismail Qemali diçka nga Napoleon Bonaparte? Të kishte drejtsinë e madhe që ai këmbgulte për të zbatuar ato që vendosesin bashkarisht. Ndoshta kjo, po unë asnjë përgjegjësim s'ka të dy. Për mua asnjë përgjegjësim. Po pse shikonte te Napoleoni? Gabim. Ndoshta gabim, është një perceptim i gabuar i tij. Një ndikim të jashtëzakonshëm në rritjen e Ismail Beut ka qenë dadoja e tij, një myslimane shqiptare e cila rrëfente legjendat greke. Fëmia e Vlorave u rrit duke dëgjuar me gojë hapur historitë e heronjve Odisea e Akili. Historira që në një formë apo tjetër Ismail Vlora do t'i kopjonte këta heronj, me atë që ndodhi në jetë, me ngritje e ulje, me lavdi e dënime, me ecejake udhëtime për Evropë dhe që në fund kishte një kthim të lavdishëm në Shqipëri. A nuk ishte 28 nëntori i vitit 1912 një Itake Odises? Ajo që bëri Ismail Qemali nuk ishte thjesht një rastësi. Të gjithë praarësit e vet ishin ata që shtruan rrugën deri në arritjen e pavarësisë. Mjafton të përmendim që xhaxhai Ismail Qemalit, Mustaf Pash Vlora, ishte nënkryetari i lidhjes së Prizrenit, por edhe Jati dhe të gjithë praarësit ishin ata që i dhanë emër jo vetëm familjes Vlora, por gjithë përpjekjeve të shqiptarëve për të arritur në aktin final të pavarësisë. Jeta familjare e Ismail Qemal Vlorës ishte aq e pasur sa nuk mjaftojnë libra të tërë për ta nxjerrë me detaje. Ato që janë shkruar deri tani janë në fakt shumë pak. Ismail Qemal Vlora u martua 2 herë në jetën e vet. Për herë të parë u martua me një vejush të re. Nasip Hanemi ishte një nga gratë e fisit Vlora, kushërir jo e afërt, një traditë për martesë nga e njëjta sër e ruante prej shekush. Nasip Hanem ishte vetëm 19 vjeç dhe kjo martesë u shoqërua me një fat të keq. Vetëm një vit më pas, gruaja, bashkë me vajzën që lindën, vdiqën dhe për Ismail Qemalin kjo ishte një humbje e madhe. Por nuk vonoi shumë dhe Ismail Beu martua me një vajzë së re greke. Guvernatori i Danubit të poshtëm ra në dashuri me Kleoniqi Sumerlin, vajzën e Anton nga Ederneja. Ishte një dashuri me shikim të parë, shumë e rrallë për kohën kjo dhe sidomos për një shqiptar të atyre viteve. Por jo për Ismail Beu, jeta e cilit ishte mbushur me të mira. Nuk janë të pakta ata bashkëkohës të Ismail Beut që tregojnë se ai ra në dashuri me Kleoniqin fal bukurisë së saj, por që më pas ishte bukuria e shpirtit të kësaj gruaje që e shoqëroi Ismail Beun deri në fund të jetës. Kjo është një foto e Kleoniqit Surmerlit që publikohet për herë të parë. Në gjuhën e sotme, kjo është zonja e parë e Shqipërisë dhe nëse bëhet një listë me zonjat e para në këto 100 vjet, Grekja Kleoniqi është e para fare. Lindi në Bullgari dhe atje kaloi fëmijërinë dhe rinin, derisa u martua me Ismail Bey Vlorën. Ka dhe një veçanti tjetër e kësaj zonje të parë. Ajo i dhuroi Ismail Beut 10 fëmijë, 6 djem dhe 4 vajza, që tregojnë për dashurinë e saj të madhe. Para martesës në Kleoniqin ka qenë i martuar një herë, që i ka vdekur e shoqja gjatë lindjes me gjithë fëmijën. Me Kleoniqin janë njohur rastësisht në një tip ballo mbrëmje kështu. Ballo. Po. Edhe se duket janë dashuruar, domethënë kanë gjetur atë dashuri me shikimin e parë. Ishte shumë e bukur. E donte ai shumë të shoqen, sa domethënë arriti që të bëhej shqiptare plotësisht shqiptare, domethënë nuk kishte lidhje më me origjinën e saj. Edhe të gjithë fëmijëve domethënë i la që të vinte emrat ashtu si donte ai domethënë. Jashtje shkruan Ismail Beu lidhjen dhe martesën me gruan e bukur Kleoniqi. Në fillim ndryshimi në besimin fetar që bërë pengesë për bashkimin tim me këtë zonjush të re që kisha rënë në dashuri. Shka u kundërshtua fort nga njerëka e saj. Mirë po u morën vesh me vajzën si dhe me pëlqimin e heshtur të vjerit tim të ardhshëm që ta rëmbeja. Dhe kështu bëra një natë. Shtëpitona ishin fqinje me njëra tjetrën, dhe sa po kisha futur vajzën në shtëpin time, thira dëshmitar nga të dyja palët, një prej të cilve ishte konsulli belg. Dhe akti martesës u hartua dhe nënshkrua në pranit të tyre. Ismaili ishte 23 dhe Kleoniqi 15 vjeç. Martesa nuk kaloi pa një kusht të fortë të vënë nga babai i bashortës së ardhshme të Ismail Qemalit. Vetë ai pranoi se kushti zyrtar ishte që përjashtonin përgjithmonë çdo mundësi të martesës së dytë nga ana ime. Kleoniqi ishte një grua mjaft fisnike, e cila si thot dhe vetë Ismail Qemali e ndriçonte shumë jetën e tij. Në marrëdhënie me miqt, me dashamirësit, po dhe me bashkëpunëtorët e tij. Se nga që ishte dhe e bukur? E bukur, por ajo ishte dhe një nga visat e famshme të familjes, dhe vetëm që nuk pranonte të kishte guzhinjer në shtëpi.
Si e rrëmbeu Ismail Qemali këtë dhe pse? Tani, në ato kohë ekzistonin mentalitetet midis krishterëve dhe muslimanëve, dhe me që ishte krishterë, atëherë Ismail Qemali zbatoi ligjin shqiptar. Dërgoi Ahmet Durmishin, që e mori gruan, gjoja në formë rrëmbimi, sepse prindit nuk donin që të kishin keq kuptime me kushujt e tyre. Pra, edhe vetë dhanë, po edhe në formë rrëmbimi që e mori Ahmet Durmishi dhe ja prui Ismail Qemali. Kleoniqi më tepër ka ndikuar në jetën e fëmijëve. Dhe kjo duket qartë edhe tek kujtimet e Ismail Vlorës së fundit, tek kujtimet e Qazim Vlorës dhe së mos të djalit të madh Mahmutit, i cili pasardhësit e tij kanë banuar në barit Italisë, dhe profesor Aleksandër Vlora më thoshte që aqë s'bëm dhe ne një vajzë që ta kishim të gjallë shëmbëltyrën e nënës, por ne po të shikojmë disa shënimet në Xhip Dragës ose të personalitetet e tjera Luiz Gokuqit që kanë patur marrëdhënie sidomos me Ismail Qemalin në Nice, Francës, por edhe një autor i madh francez, Michel de Greish, që ka bërë romanin Sultani i Fundit, që edhe pse ka këtë emër në qendër është personazhi i Ismail Qemalit, aty del madhështia e figurës së gruas së Ismail Qemalit, e cila ishte me shpirt një shqiptare e madhe. Nga dokumentat ajo është, atëherë ishte perandoria osmane dhe midis Ismail Qemali ka qenë guvernator në Danub, atje e ka njohur dhe atëherë martesat beshin të përzjera midis kom. Kleoniqi ishte gjysma e tij. E ka dashur fort, e ka rrëmbyer. E nuk është se ishte e bukur dhe e rrëmbeu se ishte e bukur, sepse ishte e bukur. Ishte e bukur. Ishte e bukur. Ishte zonja e para fare e shtetit shqiptar, me gjuhën tonë moderne. Ajo që thonë ju është një mrekulli, se kur dikush nga historianët ose një gazetar televiziv të gjej mundësi të grumbulloj të dhëna të tilla ta bëj këtë zonjë të parë, me siguri do të sjellë një mrekulli. Nuk ka mundësi të kuptohet Ismail Qemali pa të grua të lënë hije. Dhe të akuzuar se nëpërmjet saj ky bëri raportet nostalgjike me Greqi. Po si e priti familja Vlora Kleoniqin greke? Hana Kërcyra, një pinjoll e një prej familje më të dëgjuara të kohës dhe vajza e tezës së Qerenbej Vlorës tregon. Mjerisht ajo nuk ka ardhur, atë e di me siguri kur në Shqipëri. Kleoniki. Po, nuk e ka pruri shoqi, pse këta bejlerët e Vlorës besoj unë resti familjes nuk e shih një me sy të mirë që të vinte një nuse e huaj në shtëpi. Pse këta banonin të tërë së bashku. Më vonë janë dhe pjesëtar të tjerë të familjes që janë martuar me gratë të huaja, edhe ata nuk i kanë prur gratë e tyre. Por grekja e bukur nga Adriano Poja e bia Infisniku është bërë shpesh motivi për të sulmuar Ismail Qemalin. Akuzat për lidhjen e Ismail Beut me Greqinë dhe grekrit nisin nga Kleoniqi e përfundojnë po te Kleoniqi. Aq i thellë ishte ky motiv se një studios i njohur shkruante. Është e habishme se si dy antigrekët më të mëdhenj në historinë e Shqipërisë, Ismail Qemali dhe Andon Zako Çajupi, i morën gratë greke. Grekja që Ismail Beut i solli 10 fëmijë në jetë, i solli dhe ca ndralla në të gjallë e në të vdekur, por sidomos kur as ajo e as ai nuk jetuan. Te Kleoniqi kundërshtarët gjetën tabelën e qitjes për të akuzuar themeluesin e kombit si antishqiptar, apo grekofil në rastin modern, apo dhe grek në rastin e drejtpërdrejtë. Por grua së bukur askush nuk e pa fytyrën, as në familjen Vlora e as jashtë saj. Ajo bëri një jetë në heshtje, larg vëmendjes së njerëzve, ajsa regjimet e gjitha kohërave nuk ja zun as emrin me gojë. Ajo rriti me përkushtim 10 fëmijët e saj në heshtje, pa u bërë protagoniste, dhe ndroi jetë në një nga stacionet e fundit të qëndrimit të familjes, në Spanjë. Vdiq në vitin 1918, pra një vit para se Ismaili të mbyllte sytë, dhe pranë saj ka qenë djali i vogël Qamili, gjyshi Arianës që tregon këtë fakt. Edhe sot varri i saj ndodhet në Madrid të Spanjës, dhe aq që është harruar kjo grua, sa edhe pasardhësit nuk i kanë vënë një tufë me lule në varrin e saj. Por sot ka ardhur koha që të krahas burrit të saj që themeloi një shtet, t'i japim nderim që i takon edhe zonjës së tij, Kleoniqi Surmeli, që në fakt është edhe zonja e parë e shtetit shqiptar. Dhe ironia shqiptare vazhdon. Sot në Spanjë ndodhen varret edhe të bashkëshortes së Ismail Qemalit, që themeloi shtetin shqiptar, dhe të bashkëshortes së Skënderbeut, Donika Kastrioti. E para në Madrid dhe e dyta në Valencia, trupat e tyre të tretur në dheun e largët janë dëshmi e qartë
se ç'bëjmë ne shqiptarët me historinë dhe me ata që e bën historinë. Megjithatë, Ismail Beu Ynë e shfrytëzoi për bukuri kryshin me greken Kleoniqi, në vizitën e tij historike në Greqi më 1 maj 1900, ku pati takimin me sërën më të lartë dhe gjithçka u shoqërua me pritje madhështore, ai shkruante: Jam i sigurt se herët avon dashuria e përbashkët për liri e shqiptarëve dhe e grekëve do t'i shpjerë ata drejt një mirëkuptimi dhe drejt krijimit të një ekuilibri në gadishullin ballkanik, për të mirën e të gjithëve. A ka ardhur kjo ditë pas një shekulli? Kjo pyetje nuk ka një përgjigje pozitive, natyrisht jo për fajin e shqiptarëve të ngratë, të cilët nuk i kanë ndihmuar as kryqëzit, as vajzat e bukura greke me të cilat janë martuar. Megjithatë, historiani Bardosh Gaçe e komenton kështu dashurinë e Ismail Beut për Greqinë. Një pjesë e njerëzve e studiusëve mendoi që te bashkëshortet e tij greke kanë gjetur arsyen për ta sulmuar Ismail Qemalin si pro-grek dhe anti-shqiptar. Sa qëndron kjo tezë? Kjo ishte një tezë që ende vazhdonte, ende në mjegullin e mendjeve të njerëzve, por Kleoniqi Sumerli ka babajnë e ka nga Sofia, nënën e ka greke dhe nuk mund të jetë plotësisht greke. Por greke në atë kuptim që e ka çam të krishterë. Kjo është e vërtetuar apo është një hipotezë? E vërtetuar nga gjithë fëmijët e tyre. Nga gjithë fëmijët e tyre. Çame? E krishterë. E krishterë, nuk është greke. Dhe sot ende në Shqipëri, në studimet tona, po dhe studimet e kundërshtarëve tanë, si mund të themi, apo studiusve grek ose slav, principi i tyre shkencor është që ata që janë ortodoks janë grek. Por harrojnë që brenda Greqisë jetojnë dhe një popullsi shumë e madhe e çamëve të krishterë. Akuza më e madhe ndaj Ismail Qemalit ishte që ishte pro-grek, pikërisht pse kishte gruan greke. Pralla. Pse pralla? Si argumentoni? Pralla sepse më ka dashur si qytetar dhe si studios, si gazetar, me një mani pak të veçantë, marr fatet e njerëzve shqiptarëve që kanë pas gratë huaja. Edhe kam pasur një fat të madh të kuptoj që në asnjë nga rastet që kam studiuar unë, që nga Bekim Fermi, edhe rastet e tjera, nuk kam pasur fatin e trishtë të shikoja një anti-shqiptare. Kam parë të kundërt dhe unë e kuptoj psikologjikisht. Gratë ka qenë më shqiptare, kam parë një gruan e një të akuzorit të shqiptarit akuzorit nga UÇK-ja, se kur ishte filoserbe, dhe fsheu nën bluz, pa të regoj njëri që dinte, kishte shqiponjën tonë, Serbia. Serbia kishte shqiponjën tonë. Që të themën ty, nënë eme vjen nga familje shumë e pasën në Berat, dhe deshi Timan që ishte komunist. Gratë bëjnë gjithçka për burrat. Gra që të manipuloj etnikisht të burri nuk ka. Gruaja ndjek fen, kombin e burrit. Kleoniqi, si person e kulturës, nuk ka qenë asnjëherë në Shqipëri. E komplementon këtë? Duhet verifikuar, jo, unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj. E banë në konsiderat, por nuk e besoj. Kam një ndjesi nga sa kam lexuar që Kleoniqi ka pranit të saj në Vlorë. Jo për të shtytur politik, për të bërë politikën në vendin e tij. Ata se besojnë në asnjë mënyrë. Edhe Ismail Beu pruri djemt, kishin rritur, por jo, edhe jo të tëra vajzat, sa ishin të martuara në Stamboll. Me Kleoniqi Surmeli pati lumturinë se çdo shprehje dhe ai vet të kishte 10 fëmijë, edhe ky një fakt i lënë në harres. Shumë të pak kanë qenë ata që dinin për një kohë shumë të gjatë që themeluesi i shtetit shqiptar kishte 10 fëmijë, 6 djem dhe 4 vajza. Fëmijët e Ismail Bej Vlorës dhe Kleoniqi Surmeli. 1871 lindi djali Mahmud Bej Vlora, vdiq më 1920. 1873 lindi vajza Mevedet Vlora, vdiq në 1954. 1875 lindi djali Tahir Bej Vlora, vdiq në 1932. 1877 lindi një vajzë e cila vdiq pas pak kohësh. 1879 lindi vajza Ylvie Vlora, vdiq më 1932. 1881 lindi vajza Alie Vlora, vdiq më 1955. 1885 lindi djali Etem Bej Vlora, vdiq më 1937.
1888, lind ideali Xhevdet Bej Vlora, vdiq më 1910. 1893, lind ideali Qazim Bej Vlora, vdiq në 1953. 1895, lind ideali Qamil Bej Vlora, vdiq më 1950. A ishin vërtet pasardhës së vlerave më të mira të Ismail Qemalit, këta 10 fëmijë, 6 dim dhe 4 vajza? Ata politikisht së mund të ribëheshin Ismail Qemal. Edhe pse një pjesë e tyre pati fatin të ishte keq pasaj në pas në emigracion dhe komunizmi më solt keq. Me ata që mbetën këtu. Por them se ndonjë tipar të tij e kishin. Për shembull, fëmijët e Ismail Qemalit nuk komplekse në luftë politike. E dinin që babai i tyre ishte dhe në skem babai i tyre ishte i dashur nga gjithë shqiptarët. Ismail Qemalin e do të gjithë i det. Ka konsensus 100% në Shqipëri. Dhe ata kanë ditur të ruajnë këtë konsensus. Domethënë ata kanë ruajtur një raport me të gjitha regjimet, raportin e të qenit bir ose nip i një njeriu që donin të gjithë. Dhe kjo është cilësi e madhe, nuk kanë mësuar as me grupe prafashiste, edhe pse dikush mori pjesë në një qeveri ose në a ke vëret nuk u janë ai dut. Nuk e ndyn gojë. Nuk hyn në betejë. Për njerëzit e Qemalit edhe fashist italian kishin nevojë, edhe fashistët gjerman kishin nevojë, edhe Enver Hoxha kishte nevojë. Turp Enverin që si përdori. Këta tentuan t'i përdorin dhe unë besoj se në dokumenta, nuk ka gjetur që ky zotëri, duke qenë në këtë qeveri, po e quajmë bashkëpunuese, të ketë kryer në një krim. Sigurisht, familja Vlora ka patur dhe fatkeqësinë sepse në qendrësin që ka bërë ndaj portës lartë, një pjesë e meshkujve janë shuar. Dhe këtu kemi parasysh një tragjedi të tërë me Ibrahim Pash Vlorën, me Beqi Vlorën, me Ali Bej Vlorën, me Mustafa Pash Vlorën, dhe shumë figura të tjera që kanë shërbyer dhe kanë qenë personalitetet të mëdha. Por që mbrapa nuk linin fëmijë. Ose u helmoheshin, ose vdisin nga murtaja dhe malaria, dhe Ismail Qemali për ta shtruar vatën familjare të Vlorave, ishte, si thua, një shqiptar tradicional. Afërsisht që pas martesës ka lindur një fëmijë në çdo 2 vjet, një traditë e hershme e familjes Vlora, apo një dëshirë Ismail Qemali dhe Klorniqit për të lënë pas sa më shumë pasardhës. Pas 8 vitesh, Ismail Qemali e pa veten përsëri në Shqipëri, si shoqërues i guvernatorit të përgjithshëm. Ja çfarë shkruhet në dosjen personale të administratës turke në vlerësimin e punës për Ismail Qemalin. Vali i denj, diplomat, deputet, udhëheqës shteti, mendimtar dhe kryetar i parë i shtetit shqiptar. Ja cilat janë detyrat që Ismail Vlora mbajti në administratën e Perandorisë Osmane. Përkthyes në zyrën speciale në Ministrinë e Jashtme, 1860, 16 vjeç, guvernatori i përgjithshëm i Talcea, Bullgari, guvernatori i Danubit të Poshtëm, kryetari i Komisionit Evropian të Danubit, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, guvernator në Bolu dhe në Galipoli, Turqi, antar i Këshillit të Shtetit, guvernator i përgjithshëm në Beirut, Liban, guvernator i Sirisë, deputet në parlament i zgjedhur nga Berati dhe Vlora, kryetar i parlamentit, kryetar i Partisë Turke, bashkartues i Kushtetutës së parë osmane në vitin 1876. Detyra të refuzuara. Ambasador i Perandorisë në Angli, ministër i brendshëm, ministër i jashtëm. Ky njeri, i cili ishte një administrator, një në punës si shkëlqyer i Perandorisë Osmane, me ato ide liberale që u tha këtu, se ka qenë ndër protagonistët edhe reformave në Perandorinë Osmane në fund të shekullit të 19, që ai që deputeti i Vlorës dhe ai mbronte interesat e gjithë Shqipërisë i dashur. Që nga Kosova në veri, dhe ky është dimensioni babai kombit. Dakor? Kjo është një karakteristik që ai nuk që njëri parcial. Ai kishte një vizion, për të ishin njësoj miq, si ata që i kishte andej nga Vlora e nga Çamëria, ashtu edhe ata nga veriu. Që një nga personalitetet më të larta në shërbim të perandorisë komunale. Por nuk ishte një në punë do si do, nuk ishte një memur, apo të i zakonshëm. Ai ishte bashkëpunëtor dhe bashkëmendimtar me një konstitucionalistin më të shquar turk, Mithat Pasha, i cili ka qenë autor i
kushtetutës turke të vitit me 876 që frymëzohej nga kushtetutat evropiane. Kishte një vizion krejt tjetër. Dhe kryesorja ishte që Turqia të mos mbetej si një perandori e thjeshtë kështu me popull gjithandej në pozita pa barabarta shumë kombë, po të bëjë një perandori shumë kombëshe, por mbi baza kupton gati federative. Do me thënë të jetë një shtet me duke përfshirë kupton të gjitha popull e kombet ndryshme, po mbi baza barazie. Kjo është. Kulmi profesional Ismail Bey Vlorës arrin në pjesëmarrjen e tij në hartimin e kushtetues së Perandorisë Osmane. Artikulli 108 i kësaj kushtetute pranonte që administrata e krajinave do të kishte si themel parimin e decentralizimit, një nga edet Edmet Pashës, emëruar për herë të dytë veziri i madh më 1876, ishte krijimi i një vilajeti shqiptar. Fatkeqësisht, pak muaj pas emërimit, reformatori i madh turk u arrestua, u dëbua nga Turqia dhe më vonë u vra. Kushtetuta, e cila kishte për qëllim forcimin e perandorisë, mbeti pa zbatuar deri në 1908. Për idetë e tij liberale dhe bashkëpunimi me Mithat Pashën, që binin ndesh me regjimin absolut të Abdul Hamidit II, Ismail Qemali vuajti 7 vite internim, nga 1877 deri në 1884. Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar, është ndërkohë dhe njeriu, i pari kryeminist dhe shtetar shqiptar që mbajti me kurriz derisa vdiq dënimi me vdekje nga porta e lartë. Po. Si ka qenë ky moment dhe çfarë do thotë kjo në historinë e Shqipërisë? Përveç ti keni edhe shumë figura tjera. Në Perandorinë Osmane mund të kishe një mik kryeministër dhe mund ta kishe armik një tjetër. Kështu që nuk është se kishte perandoria, ose se thosh, perandoria e kishte e dënoi me vdekje. Ai ishte nga shërbëtorët më të mirë të Perandorisë Osmane. Shërbësit më të mirë në fisnikës. Ai ka shkuar deri në të jetë edhe kryetar parlamentit përkohësisht. Nuk është. Por fakti që ai u dënua me vdekje, atje më shumë se sa ndaj Ismail Qemalit si shqiptar ka të bëjë me luftën e brendshme që kishte atje dhe me protagonizmin e fortë dhe të theksuar të Ismailit në opozitë në grupin e liberalëve. Do të nuk është dënuar me vdekje për çështje të po e quajnë vazhdimisht të Shqipërisë. Por tregon se ishte i lindur politika. Njëri që kalon të rreziqe të mëdha, është rëmbyer, ku ka dalë nga Egjipti, ndiqet vërtet të kapej, si ka ndihmuar anglezët, ambasadat e huaja është proverbial ai. Pas shumë vitesh karrierë, vjen dhe një histori jo e parëndësishme në jetën e Ismail Qemalit. Bëhet fjalë për një sherrë në Parlamentin Osman, kur ai u bë objekti një grushti, siç e tregon dhe ai vetë, dhe një shuplake siç e kanë përmendur kundërshtarët. Ja si e kujton vetë Ismail Qemali. Mudesh ta hidhje fjalën të një deklaratë shpifse e bërë për mua në gazetën Tanin të turqëve të rinj. Ku thuaj se unë kisha marrë përqindje për të mbështetur një koncesion pa garanci kilometrazhi. Po qëse, thash unë, është dhënë koncesion pa garanci kilometrazhi. Atëherë mendoni se sa përqind mund të jepet për garanci kilometrazhi. Në këtë moment të gjithë ministrat, madje dhe veziri i madh mu sulën te vendi kuria, dhe duke më shqyer prej rrobash si të gjindosur më kërkonin shpjegime që kisha dashur të thosha. Në këtë moment mora një grusht prapa kokës nga njëri nga deputetët, Dervish Beu. Rasti i dytë shoqërohet po me përleshje, por autor këtë herë është vetë Ismail Qemali, se Be përsëri ishte një gazetë, këtë herë ishte një e përditshme në gjuhën frënge. Aty shkruhet se mjaftonte që t'i afroheshin 100.000 sterlina dhe çështja e problemeve të bankës kombëtare mbyllej. Për këtë, në një nga seancat e parlamentit, mori fjalën dhe hodhi poshtë akuzat, duke aluduar se pas gazetarit fshihej ndonjë burracak. Por nga salla u ngrit doktor Ismit, i cili u përgjigj se ishte bërë ai sebeb për futjen e atij paragrafi në këtë artikull. Ja si e kujton Ismail Beu. Ti qenë ke burracaku, ja ktheva. Por, kur kundërshtari me njëherë u ngrit për të marrë hakë dhe filloi të më shante, edhe unë u ngritej gjindosur. E kapa prej zverku dhe shëmba në tokë. Më erdhi një çik zor që në një moment të zemrimi isha hedhur me grushte në moshën që kisha, por shumica e shokëve të mi e duar trokitën aktin tim. Perandoria Osmane shtrihej në një hapësirë shumë të madhe, edhe ngjarjet ishin për Tripolin dhe për ndërtimin e hekurudhave në Bagdad dhe në vendet arabe.
por me fondet që dhënë perandoria ishin bërë abuzime të mëdha. Dhe Ismail Qemali kërkon kontrollin e këtyre abuzimeve dhe hekurudat të shtrihesin dhe në vende të vogla, të cilat shmangeshin nga kjo vijë hekurudore lindjes mesme quaj ajo. Dhe një nga deputetët armen, duke e parë që Ismail Qemali kundërshtoi jo ndërtimin e hekurudave, po kundërshtoi fondet të cilat po abuzohi me to. Dhe e qelloi Ismail Qemalin me pëllëm. Atëherë gjithë parlamenti ndërpreu punimet dhe aty kemi pastaj dhe ndarjen e parlamentit turk në dy rryma politik. Sepse rryma që luftonte Ismail Qemali ishte atyre të cilët nuk donin të ndihmojnë popujt e vegjël të robëruar quhet në gazetën turke. Ka ngrënë një shpull e cila pikërisht ajo ka qenë një moment i cili elektrizoi të gjithë opinionin shqiptar, jo vetëm ata miqtë e Ismail Qemalit, po dhe njerëz shqiptarët më të thjeshtë, të cilët e morën si një fyerje kombëtare, jo fyerje për Ismail Qemalin. Ka thënë si ka pasur reperkusione të jashtëzakonshme ajo shpull që ngri ai plagun në parlamentin turk. Kjo shplak do të kujtojë gjatë nga kundërshtarët e kohës. Nuk liej rast pa përmendur incidentin në çdo veprim, aktivitet dhe takim. Në një numër të gazetës Dielli të Bostonit në 1910 shkruhej: A muarat vesh që Smail Beu t'i dha një pëllëm në parlament? Dervish Beu ishte autori. Për orë të tëra udhtim, këtë herë dukeshin si të ishin minuta. Ja rruga që ndoshqi Ismail Beu drejt Shqipërisë për të shpallur pavarësinë. Sidomos qëndrimi thirrja për Bektor ishte në vend kur e thirri Befa se kishte qenë në Budapest. E thirri Bektor, ministri jashtë Bektor. I dha dhe është një natë e paprotokolluar. Dhe vaporën, anijen. Po është një natë, një mbasditë e paprotokolluar që nuk ka asnjë, është kokë, janë 3 veta kokë me kokë ka bizedu. Ka kthyer komplet boshti. Mori garanci tha biri. Hik. Po si dha autonomi? Sepse ndodhen ndryshimi. Nuk përshkruajnë emocionet që kishin mbështuar Ismail Qemali kur vapori po i afroi Durrësit. Të vetmin përshkrim e kemi nga vetë ai. Me që Vlorën e kishte bllokuar flota greke u gëzova që mbërrita në Durrës. Atje pash se po na prisnin 2 luftanie greke. Kapiteni anije son u shqetësua shumë për ne, dhe jo pa shkak. Oficeri grek i pin anijen ton dhe pasi bëri një kontroll të imt, gjatë të cilës nuk gjeti gjë tjetër veç pak armëve të bashkëudhëtarëve të mi, aty vumre se populli i Durrësit nuk dinte kurrë gjëje çfarë kishte ndodhur rreth e rrotull. Historia do të shkruajë ndryshe dhe në shumë raste dukej që Ismail Qemali ka lëndë në një fije të holl peri. Orvati e parë ishte që pavarësinë ta shpallte në Durrës. Vetë Ismail Qemali e dëshmon këtë. Me të vënë këmbë në qytet, mos kuptimi durrsakëve na dha të kuptonim se një punë e tillë nuk mund të bëhej atje. Ne u thoshim të përpiqemi për shpëtimin e atë dheut. Ata na thoshin tradhtar. Turqia nuk ka humbur dhe nuk humbet. Qysh mundeshim ne t'u ambushnim kokën këtyre njerëzve? Kështu u shtrënguam të thoshim të mirëmbetshim. Zoti u dhan të ment dhe u nisëm për në Vlorë. Shpallja e pavarësisë në Durrës u bë jo vetëm e pamundur, po pikërisht aty u bë tentativa e parë për të arrestuar Ismail Qemalin. Dhe nëse ndodhte kjo, historia do shkruhej ndryshe. Ja si e kujton Mehmet Ndroqi, sekretari i Amit Toptanit, mbërritjen e Ismail Qemalit në Durrës. Kur doli Ismail Qemali në Durrës, ra në hotel Konstantinopoj, që gjendej në breg të detit. Thespoti Jakovi, në bashkëpunim me turkomanët, thotë se nëse i kishin qenë besnik flamurit turk në 500 vjet dhe ashtu do vdesim, autoritetet turke menduan ta zënë, ta arrestojnë Ismail Ben, por Hamit Toptani që ishte komandant i rezervistëve gjithsej 800 vet, e ndaloi këtë punë. Pas i dha intervistën, u ra dakord që të jepeshin mjete, të shkonte sa më shpejt. Serbët duheshin bllokuar në Ballkan, ato po hynin në Durrës, kishin marrë lejshëm. 18 tetor kishin marrë lejshëm, 9 kishin marrë lejshëm. Po hynin në Tiranë dhe në Durrës. Dhe austro-hungarezëve, dushor boshti i përkrajës, donin të frenonin. Domethënë për hatër të serbëve, u nxituan ngjarjet. Na kanë ndihmuar ata që s'na kanë dashur. Në 16 u nis nga Budapesti, në 18 ishte në Vjenë, më 19 është në Trieste.
Gjithçka është dispozicion në ti. Por jemi shumë sigurt të thonë që qeveria austriake ungareze, përveç policisë kur mbriti të gjitha nga dëshmëri, i vunin në dispozicion pasakon, 2 anije. Sepse Lloydi do zbarkonte atë ditë, se ishte jashtë radhës, nuk ishte se do kalonte për të shkuar në Konstantinopol, do kalonte për Durrës, do shkonte në Brindisi. Pasagerët kishin për bileta. 2 anije, një që do t'i shkonte në Brindisi, por që si pas rregullit do të qëndronte mes të detit, dhe një tjetër që do vinte nga bari Tamita, që ta zbarkonte afër Durrësit të shkonte me anije. I ka vënë 2, ky thot 1 anije. Te Il Piccolo thot 1 anije. Dokumenta thonë që janë vendosur 2 anije pakeboto, anije të udhëtarësh në dispozicion. Për arsye sepse në një farë mënyrë nxitohej që në çdo çast të shpallej mëvetësia. Serbët po shtrëngonin shqiptarët të shpallin mëvetësi dhe thoshin botës që jemi shtet më vete se na rrëmbyen këta. Kur do dilte në Durrës, ai dha disa udhëzime që bëjnë gjithandej në një gjest, këpëtën për ngritjen e flamurit e udhëme. Dhe u bë ngritja e flamurit edhe në Tiranë, 26 nëntor. Pikërisht për këtë frikë, Hamit Toptani mblodhi kuajt në të gjithë zonën dhe udhëtimi i cili nisi me 23 nëntor e përcolli vetë Ismail Beun deri në Kavaj, por edhe këtu gjërat nuk kishin vaj. Një karavan me në krye Ismail Beun, 27 delegat në zonat përreth dhe një shpur shoqëruesish ndërmorën kështu udhëtimin e gjatë të vështirë të rrezikshëm, por më të rëndësishmin, një udhëtim që kishte si finale ngritjen e një shteti të ri në Ballkan, Evropë e botë. Një repar turk u apreu rrugën dhe shefi i xhandarmerisë i hipur në kali tunde në ajër një urdhër Ismail Bey Vlorës. Aty shkruhej se Ismail Bey Vlora duhet të arrestohej dhe nëse ndodhte kjo, historia e Shqipërisë do të shkruhej ndryshe. Fati e deshi që të mbërrinte urdhri i dytë. Ismail Beu duhet të lihej i lirë dhe karvani që po vazhdonte udhëtimin gati biblik mori sërish udhë. Por sërish andrallat nuk mbaruan. Një shi i rrëmbyeshëm përmbyti tokat e Paan dhe shtrati i Vjosët dhe i Semanit dolën nga lumi. Karroca ku Ismail Beu udhëtonte u prish dhe udhëtimi nuk ishte më i mundur. Karroca duke kaluar edhe Kënet pa vjen. Duke kaluar edhe Kënet. Edhe fjetën Libov një natë aty një miku i tyre, edhe me 2 urdhra gjatë ditës. Urdhri i parë kur nisën të arrestohet. Dhe kur mbritën Libov që prisin se ndoqja vdek, erdhi urdhri, jo, mos arrestohet. Gjatë një natë e gjysmë ishin dhe urdhra fatale, nuk kishin probleme të arrestohen, e të ndryshon në komplet historia. Koha nuk priste, serbët në Durrës, grekët po afroheshin në Vlorë, një tjetër ushtri serbe po afrohej nga ori në Tiranë dhe nëse vazhdonte kjo situatë, historia e Shqipërisë do të shkruhej ndryshe. Por Zoti ishte shqiptar ato ditë, dielli u ndriçua dhe ata fshatarë të zonës ndihmuan me ç'mundin këtë karvan që po themelonte një komb. Pas 3 ditë e trinet, në mbrëmjen e 26 nëntorit arritën në Vlorë, të lodhur, të raskapitur, të dërmuar nga rruga e gjatë, por me një gëzim dhe dëshirë të zjarrt, ata burra arritën të realizojnë një ëndër sa e sa shekullore nga më të rëndësishme në jetën dhe historinë e Shqipërisë. Gazeta Dielli e datës 5 dhjetor 1912 në editorialin e saj shkruante: Historia e Shqipërisë do të përmend me ngashërim ditën e bukur që Ismail Qemali u nis nga Durrësi me shokët e tij për të mbaruar në Vlorë misionin e madh. Ka një hije politike të rrallë ky udhëtim i një grushti shqiptarësh për të shpëtuar Shqipërinë, për të bërë të vdekurin të gjallë dhe për të shëruar trupin e asaj nëne fisnike, e cila po humbet gjakun nga një miplak. Më 19 nëntor 1912, Ismail Qemali përpara nisjes për Durrës gazetës italiane Piccolo i deklaroi se shpallja e pavarësisë është e pashmangshme. Ne duam t'i paraqesim Evropës faktin e kryer. Do të krijohet një qeveri e përkohshme dhe ndoshta unë do të jem kryetar. Ju siguroj se për idenë e pavarësisë jemi të gjithë në një mendje. 28 nëntor 1912, ora 14:00. Ky është momenti më i rëndësishëm në gjithë historinë e Shqipërisë. Sa të lumtur e ndjej veten sot që shoh këtu në Vlorë kaq burra shqiptar të mbledhur tokë, duke pritur me kureshti e padurim për fundimin e kësaj mbledhje historike për fatin e atëdheut ton të dashur. Plot me gaze me lotë të ndërsyn nga mallëngjimi. Pra, po dal këtu para jush, që t'ju gëzoj me si hariqjen e madh, se sot dhe në këtë minutë, Kongresi çpalli më vetësinë e Shqipërisë, duke lajmëruar gjithë botën mbar për këtë punë, e duke më ngarkuar mua kryesinë e qeverisë së përkohshme të Shqipërisë së lirë. Atë çast fatlum për Shqipërinë e kemi të përshkruar aq mjeshtrisht nga Luiz Gurakuq.
Në krye të tavolinës rrinte Ismail Qemali, kur nuk ishe dukur më I ri. Fytyra e tij e ëmbël fiton me të parë zemrat dhe nderimin. Nuk janë të paktë ata që mendojnë se Ismail Qemali ishte një produkt më I madh se sa I popullit që përfaqësonte. Një personalitet në perandorinë osmane, të drejtojë Shqipërinë I ngjante anijes së prishur, që pasi piratët e kishin plaçkitur, e urdhërojnë kapitenit të lëndojë në shije shtërngat me marinarë të plagosur të pangrën, pa direkt dhe në ditë të hapur, pa ditur se ku po shkonte. Ndërsa Ismail Bej Vlora, që vinte në punë më shumë diplomacinë dhe zgjuarsinë se sa forcën, ndeshej edhe në debate të tilla si ai që zbulohet për të parë pas 100 vitesh. Ishte mezi I vitit 1913 dhe kryeministri shqiptar po jepte një intervistë për disa gazetarë të huaj. Biseda po zhvillohej në greqisht. Babai vinte në kultura si emigrant. Sarajet e kulturës ishin djegur nga grekrit, si represalje që familja nuk pranoj të nënshkroj kufirin e ri që donin të kryonin grekrit kulturë përmet. Me gjithë I thoshin atere fjallën turqe, muhajgjirët, erdhen në Vlorë. Edhe Vlora e vogël, nuk e di dëgjoj babai që po jepet një intervistë gazetarëve të huaj në Ismail Beu. Mas edhe se kishte parë kur Ismail Beu. Po se kishte pasaj edhe ai se nifte, edhe kështu po dëgjonte çfarë thoshte Ismail Beu. Ismail Beu ishte fliste frëngjisht me gazetarët, edhe ndërmjet shumë pyetjeve u fokuzua ajo intervista për kufirin greko-shqiptar, për gjindjen atje. Ismail Beu kërkoj ta minimizoj atë që po gjante atje. Ismail Beu me flok të bardha, me një eksperiencë që baba im se ka patur. Në mosha që kishte. Në atë moment, baba juaj ishte 21 vjeç. 21 vjeç. E pak. Edhe baba ju revoltua, kur Ismail Beu thot, jo, hidhin 2 pushk aty e kështu, do të qetësohet. Po, do të qetësohet situata kështu. Atëre babaj e ndërprete dhe I thot shkëlqesi, më falni, po unë vi në fronti edhe shoh që juve nuk jeni të informuar mirë. Edhe situata është shumë e keqe se që është përshkruar. Atëherë tërë gazetarët lën Ismail Beu I kthehen babait edhe I thonë çfarë po bëhet, të kallëzo. Edhe babai kallëzoi. Sa më shumë kallëzonte babait, aq më nervoz bëhesh Ismail Beu. E ndërpret baban, gjithmonë frëngjisht, edhe I thotë, po ti kush je? Se nuk arrite të kuptonte. Babai ishte shkolluar në Galatasaray, fliste frëngjishten, më mirë se sa. Masim edhe më mirë nga Shqipja, për këtë tha kush është ky francez ose I huaj që e dinte Ismail Beu që ishte vërtet gjindja në kufit greko-shqiptare në jug. Atëre babai I përgjigje I tha jam filani. Atëre ai mbetet një moment edhe për aq më shumë që e dinte që Oxhaku I Kulturës, kur vun kandidaturën të 2 kushrit, kishte përkrahur kandidaturën e Siria Beut edhe jo të Ismail Beut. Unë do të dëshiroja të referoheshim arkivave të kohës. Ajo qeverisje aq e vogël, brenda një kohe të shkurtër u zgjerua. Dhe po të kemi parasysh vajtjen me delegacion në Shkodër, në Lezhë të Lugjuar Kuqit, mirëditor pasaj me Preng Bib Dodën, dhanë memorandum që ishin dakord me Ismail Qemalin, pasaj di branët që luftonin, mirëditorët, dhe kështu dal nga dal Shqipëria në ato kushte tragjike të luftës së parë botërore, filloi të marrë frymë në zgjerimin e pjesëve më të mëdha të saj. Por duhet të dimë që ato ishin kushtet që duhet gjykuar në aspektin e luftës së parë botërore dhe dyndjes së fqinjve për ta coptuar Shqipërinë. Një tjetër kundërshtar del hapur ndaj Ismail Beut. Ja pjesë nga një letër e Mifit Bej Lybohovës, ministri I punëve të brendshme. Ju njoftojnë altësia juaj të ndiqni rrugën e ndërgjegjes dhe të njerëzillëkut
dhe të na paguani borxhet që na detyrojni me deftesë apo pa dëftesë. Ironia është pak këtu, e bukur dhe e papërsëritshme. Ministri i Brendshëm i kërkon kryeministrit t'i kthej parat që i dha për të shkruar delegacion në Evropë për njohjen e shtetit shqiptar. Për fat të keq, ai në raport me paran kishte ca probleme. Është një minimum si ai do. Ai kishte nevojë vazhdimisht sepse jeta e tij ishte për boheme. Ai rinte për shkak një vit e gjysmë në Madrid. Me se do jeton në Paris. Me se do jeton. Ai qërën bëj Vlora, ky njeri i nderuar, beu i pasur. Ti e dini shumë që Britën e përvjen, Britën me anijet më të luksoze, jeton dhe kishte para. Tani në qoftë se ky Vlor i famshëm, adetar i famshëm, kishte në një vështirësi gjendje ekonomike dhe ambicia politike e tij për protagonizëm që e kisha dhënë dëshmi. Tani edhe se kur të na shante e meritonte, se është fjala pas 12-s, ka pasur një shkurbesje të tillë në raporte me lekët, e nuk përbën ndonjë gjë. Ka plot dëshmit aty në Paris. Ai ishte normale letra që ministri i Brendshëm bënte kryeministri? Po, pra këto janë tjera gjë. Ai nuk ishte, Ismail Qemali ishte liberal, nuk trembte njëri Ismail Qemali. Ishte kur një musliman aq i mrekullueshëm, në punë ai ishte liberal, nuk trembte asnjëri, se ti ishte në një dorë fort, dhe sa të pashoptani do të bënin, zoguzonin të bënin. Tentativa e parë për eliminimin e Ismail Vlorës ndodhi më 7 shtator 1901. Gazeta greke Sotiria shkruan: Me 3 fëmijë të vegjël, shkoi me një anije angleze, ku Ismail Vlora i dorëzoi ambasadorit anglez Connor letrën. I lutem shkëlqësisë tuaj që të kini mirësinë të më afroni mbrojtjen tuaj të lartë, duke i dhënë kapitenit të anijes udhëzimet e duhura që të më nxjerrë jashtë atë dheu tim, të cilin po e braktis për arsye të patriotizmit të tepëruar. Ishte koha e përndjekjes së sultanit ndaj Ismail Vlorës për shkak të bashkëpunimit të tij me vezirin e madh Mithat Pasha, një reformator që pasi u dënua u vra. Kjo solli edhe përndjekjen ndaj Ismail Bey Vlorës. Tentativa e dytë kishte të bënte me Gani Toptanin, vllain e Esat Pash Toptanin. Sipas dokumentave të kohës, Ganiu ishte një agent direkt i sultanit të Perandorisë Osmane dhe nuk ishin të pakta rastet që Ganiu kishte kryer vrasje me porosi direkte të tij. Ngjarja mori për masa reale kur dy miqtë e Ismail Vlorës i thonë që sultani kishte urdhëruar Gani Toptanin për ta vrarë. Duhet kujtuar që dy vëllezërit Gani dhe Esat Toptani kishin për motor nënën e Iqer Bey Vlorës, djalin e kushuririt të Ismail Vlorës, të cilin e quante Nip. Në bisedë e sipër, miqtë kishin thënë Ismail Qemal Vlorës se Ganiu i kishte garantuar se edhe pse sultani i kishte dhënë urdhër, ai nuk do ta vriste Ismail Bey Vlorën. Në të kundërt do arratise ose do vriste veten. Nuk ndodhi as e para, as e dyta, por ndodhi kjo e treta. Ganiu vrau veten aksidentalisht apo jo, duke luajtur me një mikun e tij. Në historinë e Shqipërisë edhe Ismail Bey është politikani i parë që dënohej me vdekje. Sultani i gjykoi në Stamboll për tradhti të lartë dhe humbjen e drejtave civile, dekoratave dhe pasuritë personale. Jo vetëm Ismail Qemali, por shumë nga ata që shpallën pavarësinë e Vlorë, duke përfshirë Mehmet Pardrallën dhe të tjerë, kanë qenë dënuar me vdekje nga perandoria, sepse prishjen e perandorisë, së mos të pjesën ballkanike, ata e quanin një dhimbje shumë të madhe për veten e tyre. Po jo është dënimi me vdekje Ismail Qemali? Nuk i është hequr kurrë. Po ju them, prandaj në shkrimin tim them këmbgul, nuk është vetëm regjimi komunist që e rëndoi shumë, sepse dënoi familjen, një krim. Por në njëjtë mënyrë është bërë Ahmet Zogu. Ahmet Zogu, Zogolli, njëri të pushtetit. Zogolli e ka përdorur në mënyrë të, do të thënë siç e bëjnë shpesh politikanë në mënyrë peqëm cinike, është fjalë e rëndë kjo, po sidoqoftë e ka përdorur në mënyrë pragmatike. Ishte ai që në 32-shin i mori eshtrat nga Kanina, i solli pari. Dhe ishte po ai që në vendin e prishur nga sarajet e Vlorave, ngriti muzeun e tij. Si mund të lejohet që në vendin e Ismail Qemalit në Vlorë, a dini që Zogu ka ngritur muze, Zogu i parë në s'kishte muze të Ismail Qemalit në Vlorë. Ismail Vlora vendosi të kryente në aktin final i jetën e vet me pavarësinë e shpallur të Shqipërisë, por të pakonfirmuar nga fuqitë e mëdha. Rasti dukej se po vinte në konferencën e paqes në Paris. Viti 1919 sapo kishte hyrë dhe themeluesi i shtetit shqiptar po gjente mundësinë për të qenë në këtë konferencë. Me premtimin e liderëve të Italisë të kryeministit Vittorio Emanuele Orlando, Ismail Vlora po bëhej gati të shkonte në kryeqytetin francez për çështjen e Shqipërisë. Por gazetari William Fullerton i gazetës Time
pyeti Ismail Vlorën. Çështjen e cilës Shqipëri, plaku i gjor ishte simbol i zhgënjimit që i priste 50 popull të ardhur me vrap në Paris, sikur po vinin në Mekë. Ja çfarë shkruan vetë Ismail Vlora në një letër vetëm 4 ditë para vdekjes. Sot është dita vendimtare e Shqipërisë. Do të ngjallemi apo do të vdesim. Unë e dua Shqipërinë në regjimin demokrate federal për popullin shqiptar. Ai u izolua, unë vetëm gjithin në idenë që Ismail Qemali kishte kohë që po nuk kuptonte që nuk mund të ishte më faktori kryesor i parë i Shqipërisë. Nuk mund të ishte. As për fuqitë e huaja, pra ishte konsumuar, po i quajmë ne. Por ai këtë nuk e pranonte. Nuk e pranonte sepse kishte një përvojë shumë të madhe. Kishte ende shumë dikim. Ai bile u lidhte edhe me partinë politike të quajtur në shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ishte një parti pa asnjë rëndësi. Ai donte të vinte në Paris, ku ishte konferenca e paqes. Esat Pasha ja doli me 1000 mënyra. O Esat Pasha dhe Libova, Ismail Qemali ishte tepër atje, për shumë fuqi. Dhe gjitha kjo e bëjnë që demarshit e tij që të përdor tashmë se ai përdor të llojit qeverie, ishte diplomat i shkëlqyer. Tha, italian do më ndihmojnë të shkoj. Si austro-hungarezët e ndihmuan të hynte në 12-ën, ai mendoi se ata mund ta çonin në Paris. Ti ishte faktor apo të hynte në Paris e në konferencën do të kishte ndikim shumë të madh. Çka ata nuk e dëshironin. Dhe ata e mbajtën të bllokuar në Perugia. I thanë, syri në Rom. Ati në fillim ju duk çudi e madhe, pse syri në Rom? Po i thanë ç'është e ditës. Ka ndonjë 30 ditë atje. Në pritje dhe e kuptoi që ishte kurth. Dhe i bëri një letër kryeministit, që është një letër nga më trondicet, ku nervozizmi duket qartë. Kryeministit Orlando. Po Orlando, po. Ku është qartë, po thënë denonson. Edhe të nesër do të bënë konferencën e shtypit. Do thënë ai ka vdekur hemorragjin, sa doli. Ai po thuaj se nuk ka shqiptuar asnjë fjalë. Por teksa prisen perugjat italisë në hotelin Brufani lajmin për të takuar politikanët italian, ndodh edhe vdekja. Një vdekje shokuese, jo vetëm për djemtë që nuk ju ndan deri në momentin e fundit të jetë, por edhe për ata që mësuan këtë lajm. Fjalët e fundit të Ismail Vlorës duke dhënë shpirt ishin: Më hëngër me të pabesë. Djali Ismail Beut e Tembeu ja ka treguar kryetarit të bashkisë Ali Aslanit qëndrimin e tyre në Perugje. Një ditë i përgatitën babait një konferencë për gazetarët. Pas buke, ai hyri në sallon, ku e prisin korrespondentët, që në fjalinë e parë të bisedës, i zverdhur e i lëkundur, nisi të belbëzoj e të mos lidhte dot fjalët. Kërkoi ta çoni në banjë, atje mbyti shkuma dhe të vjellët. Dhe dyshimi ishte se diçka ishte hedhur në të 2 filxhan të kafes që kishin pirë atë bit në barin e hotelit, pak minuta para konferencës. Ndërsa plaku i gjor ndorroi jetë, i biri e Temit kaloi shumë peripeci në spital. Fal lavazheve të forta, ndoshta edhe nga fiziku prej ushtarakut të servitur mirë, apo organizim të fortë, djali i Ismail Bey Vlorës nuk vdiq, por pasojat e këtij elmimi i kanë ndjerë për gjatë gjithë jetës së vet. Gazeta L'Unione Liberale datës 27 nëntor 1919 shkruan: Djenë mbrëmje në orën 23:30, pushoi së jetuari në hotel Brufani, miku i shuar i qytetit, Ismail Qemal Bey Vlora. Janë disa pikpyetje që janë shtruar në dekada nga të afërm, familjar, nga historian, nga ekspert të mjekësisë ligjore, por edhe nga njerëz të ligjit që merren me hetimin e ngjarjeve të ndryshme. Nëse ne i parashtrojmë të gjitha këto pikpyetje, ngrihet një pikpyetje e madhe. Megjithatë, ja cilat janë ato që përbëjnë dyshimin e madh se pse kemi të bëjmë me një vdekje misterioze të Ismail Qemalit. Përse Ismail Qemali u izolua në Perugja dhe cili ishte qëllimi i këtij izolimi? Përse u lajmërua konferenca për shtyp dhe çfarë do thoshte Ismail Qemali në këtë konferencë të cilën nuk realizoi? Përse nuk u dha ndihma e duhur shëndetësore nga autoritetet e shëndetësisë në Perugja? Përse nuk është kryer autopsia e kufomës, një element shumë i rëndësishëm ky për të zbardhur ngjarjen? Përse u krye balsamosja e trupit duke hequr të gjitha organet e brendshme dhe duke lënë vetëm pjesën e sipërme të trupit? Përse procesverbali plot i policisë për këtë vdekje nuk ishte me shumë të dhëna? Kush ishin shqiptarët që udhëtuan atë ditë në Perugja dhe qëndruan 5 orë dhe pikërisht janë larguar po atë ditë? Përse djali pronari të hotelit ku vdiq Ismail Qemali në Perugja ka thënë se Jati e kishte pengun e jetës vdekjen e Ismail Qemalit, të cilën dhe për atë ka qenë misterioze? Kujt i interesonte vdekja e Ismail Qemalit?
kush përfitonte nga vdekja e Ismail Qemalit? Kujt i hapi rruga për karrierë politike nga vdekja e Ismail Qemalit? Të gjitha këto përbëjnë sot ende një mister. Dhe nëse familjarët vazhdojnë këmbgulin për zhvarrimin e trupit të Ismail Qemalit, kemi të bëjmë pra me një trup të balsamosur, pa diskutim që këtu fshihet një e vërtet e madhe. Nëse realizohet kjo, pa diskutim një ditë ne do të kemi një të vërtet se si përfundoi i vdekur Ismail Qemali në hotelin në Perugia. Këto dyshime kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Ne kemi mëshuar më shumë faktit helmimit që mund të jetë bërë ish kryeministit asaj kohe të Shqipërisë. Për mua domethënë nuk është vdekje natyrale, për mua. Formilimisht sakt, për çdo historian i cili nuk zotëron prova të plota për këtë punë, sepse mund të jetë kryer në mënyrë banditeske për nga shërbime të fshehtë, është ka vdekur në rrethana të dyshimit. Vdekja e tij është në rrethana shumë dyshimit. Letra më parë, protesta. Fakti që atë që e bënte Orlando do ta bënte publikisht para gazetarëve, e bën të rrezikshëm gjën në kufit e mbylljes gojës për një shtet. Në ana tjetër ishte 75 vjeç. Plak, shumë plak për kohën. Tensioni i mbajtjes përbuzje e madhe, sepse një natë përpara i s'ka fjetur. Pasi bëri letër për Orlando dhe nisi, ai nuk ka fjetur. Ishte pagjumësia, nata, tensioni, zëmërimi, të gjitha mund t'i kenë provokuar dhe në mënyrë natyrale në një hemorragji cerebrale. Është 75 vjeç. Të ishte 27, por të dy palët nuk mund të thuhet që ai ka pasur një vdekje të natyrshme dhe si një vdekje me elmim ose me këto format që. Kështu që ai është në rrethana të dyshimit. Edhe këtu ka disa probleme, disa enigma dhe mjegullnaja që në hedhë. Unë kam qenë në Perugia në hotelin që ka vdekur Ismail Qemali, kam takuar dhe pasardhësit e Hotel Gjiut, që ka qenë atje, një njeri shumë i nderuar për qytetin e Perugjës, dhe atje grumbullova disa fotografi që vetë ai Hotel Gjiut kishte bërë gjatë varrimit të Ismail Qemalit në Kanin dhe në Vlorë. Që qenë, domethënë, pronari i hotelit që qenë varrim. Po, kishte qenë varrim dhe ai ka paguar dhe shpenzimet nga Perugia deri në Brenci. Siç duket Ismail Qemali kishte pat mik dhe herë tjetër atë. Por dhe dokumentat italiane linë një enigmë për këtë. Enigmën na i zbulon shërbëtorja e Ismail Qemalit, Shevludeja, e cila në vitet 30 erdhi në Tiranë dhe pa pritur në dhomën e saj u gjetë e helmuar. Dhe ky nga shkaku sepse ditari i saj u dorëzua në muzeun kombëtar që u ngrit atëherë në Tiranë. Dhe pas helmimit të Shevludes nuk u gjet më ditari, por në ditar ishin dhe 5-6 faqe të shkruara me shkrimin e Ismail Qemalit. Sipas bindjes që keni, ai u helmua? Bindja është e qartë që ai ishte helmuar sepse nga njerëz të cilët nuk donin që në konferencën e paqes së Paris të shkonte Ismail Qemali, sepse donin që konferencën e paqes së Paris ta zotronte Esat Pashtoptani. Dhe këta janë njerëz të afërm të Esat Pashtoptanit. Domethënë edhe këtë vepër e ka bërë Esat Pashtoptan. Me të afërmit të tij, me nipit të tij. Unë me Nermin Vlorën dhe me disa studius italian kam qëndruar gjatë dhe në Perugia dhe në Romë dhe në gjithë debatet që kemi bërë dhe dokumentin e policisë që kemi marrë atë ditë dhe të gazetës të Perugias që nxitej në darkë në mbrëmjes. Dhe gjitha gjurmët na çuan tek hoteli ishte vetëm 85 metra larg hotelit Bufano ku vdiq Ismail Qemali. Në ato lëvizjet me tren nga Roma në Perugia, vendi që zunë hotel vetëm 5 orë për të fjetur, për të pushuar. Këta njerëz që vetëm dhe kryen këtë akt. Dhe paguan një njeri që hodhi helmin në kafe. I ka hedhur helmin në kafe aty? Po, si u mos helmin në kafe kur atë duhet ta kishte Hotel Gjiu? Po, atë blen ata Hotel Gjiu, don atë të kafes. Dhe çfarë thot pronari i hotelit? Pronari i hotelit thotë që edhe e bia thoshte që babait i mbeti peng tërë jetën në helmimi i Ismail Qemalit. Unë i thash jo vdekje Ismail Qemali, jo helmimi tha. Kjo që biseda me të. Ka raste unikale kriminologjia botërore ku më spikaturi është ai i hetimit pas 200 vjetësh nga vdekja e Ludwig van Beethovenit, për të cilën u shpjegua se shkak i vdekjes së kompozitorit të madh ka qenë helmimi dhe jo nga një vdekje natyrale. Nuk është luks që shteti shqiptar të ndërmarrë një hetim për të zhurluar pas 100 vjetësh, nëse themeluesi i shtetit ton pati vdekje natyrale apo u helmua. Për më tepër që kemi të bëjmë me një kuform që zyrtarisht në raport është balsamosur, e cila është ende në varrin e tij në Vlorë. Është hedhur ideja dhe më pas të kërkohet dhe të vendoset për rizhvarimin e kuformës së Ismail Qemalit. A është e mundur kjo? Patjetër që ekziston.
por në rastin konkret, mendoj që problemi është për të zbuluar nëse ka patur dhunë, sepse dhe helmimi është dhunë kimike që ushtrohet ndaj individëve, personave të gjallë. Kështu që rruga që duhet ndjekur, mendoj që familjarët duhet i drejtohen organeve të drejtësisë, më saktë prokurorisë me një kërkesë nëpërmjet një përfaqësuesi tyre ligjor, të bëjnë kërkesën dhe dyshimet që ato kanë në lidhje me njeriun e tyre, pra trashëgimtarët e tij, mbesat, nipat, dhe më pas është prokuroria organi kompetent dhe ligjor që e vën në lëvizje të gjithë procedurën dhe mënyrën se si do të realizohet ky ekshumim ose zhvarrim siç thatë ju. Në periudhën për cilën bëhet fjalë dikund para 93 vitesh, që ka ndodhur vdekja e Ismail Qemalit. Në këtë periudhë nuk përdorishin helme sintetik. Helmet sintetike i përkasin një periudhe më moderne, më të vonshme. Helmet që prodhohen në laboratore. Në atë periudhë përdoreshin kryesisht për të ushtruar dhunë ndaj dikujt, përdoreshin helme mineral, ku bëjnë pjesë arseniku, zhiva ose mërkuri dhe plumbi. Pra, këto të tre helme krijojnë xhepat e tyre në çdo ind të organizmit të njeriut. Pra, edhe me eshtra, edhe me inde të tjera, por aty ku metabolizmi është me i pakët, siç janë fijet e flokut dhe thonjt, depozitohet dhe ruhen më mirë, pra sepse në këto inde edhe metabolizmi, pra eliminimi i tyre është më i avashët. Kjo është qëllimi edhe me eshtra gjindet. Ju pyes si qytetar, si profesor dhe si specialist i mjekësisë ligjore. Ju jeni që të bëhet një zhvarrim dhe një analizë, ekspertizë e tillë? Për mua po. Është në kuadër të zbulimit të një vërtete të madhe. Ati që themeloj shteti shqiptar. Ja mendimi që pse duhet jetë. Ka qenë apo s'ka qenë helmim. Ndërkohë që ekzistojnë mundësitë për të realizuar një gjë të tillë, dhe mendoj që edhe historisë së vendit, edhe historianëve do t'ju shërbente shumë, domethënë një vërtetë kaq e madhe, nëse është e vërtetë. Ky ishte fundi tragjik i të parit shtetar shqiptar, atij që themeloi këtë shtet, atij që mori me të drejtë cilësimin e babai kombit. Një baba kombi që madhështinë e tij e tregoi nga fillimi deri në fund të jetës, por më shumë tek këto fjalë që ai nxori nga goja ditën e fundit si kryeministër i parë i Shqipërisë. Djemtë mi, nuk bëra pasuri t'jalia trashëgim Shqipërisë, po ju lë një atë dhe amanet. Lam të mirë.